Vila 31 në Tiranë, ku banoi ish diktatori Hoxha, u kthye në një sofër që bashkon kulturën shqiptare me ato britanike. 35 vite më parë ishte e ndaluar të shikoje nga rruga e vilës së diktatorit dhe askujt nuk i shkonte në mendje se në oborrin ku ai bënte shëtitjen e mbrëmjes të performonin live grupe muzikore nga Britania e Madhe dhe Shqipëria. Ftuar nga British Council në Shqipëri në celebrimin e javës së kulturës britanike, Cassius Copson, producenti i njohur që performon në disa instrumente, ndau me redaksin CNA emocionet para publikut shqiptar. Yeah, it's my first time. I'm so thankful and very appreciative. Ndodhem për herë të parë këtu në Shqipëri dhe vlerësoj shumë mbajtjen e koncertit në Tiranë me këtë publik kaq të dashur. Jam ftuar nga British Council për të celebruar javën e kulturës britanike në Shqipëri dhe jam shumë mirënjohës që më përzgjodhen mua. Performimi ynë u pëlqeu dhe ne dëshironim të krijonim një atmosferë sa më festive. Koncerti ynë ishte vibrues, emocional, argëtues dhe unë jam i lumtur që isha pjesë e këtij publiku kaq të dashur dhe me besimin në Zot shpresoj se kam arritur të kënaq sa më shumë ata që më ndoqën gjatë performimit dhe ata ta kenë shijuar shfaqjen tonë. Artisti më i njohur në zhanrin e tij muzikor, Cassius Copson, përcolli edhe një mesazh për miqësinë Shqipëri-Britani. More love. More love. Because love is what makes the world go round. God bless you. Thank you. Më shumë dashuri, dashuria do të jetë ajo që do të bekojë dy vendet tona. Në ambientet e vilës 31 performoi edhe grupi muzikor Elton John Rock dhe Selma Soul, të cilët argëtuan publikun me ndërthurjen e hiteve klasike me ato origjinale, duke sfiduar kështu zhanret e muzikës.